Ish kryeministri dhe kryedemokrati Sali Berisha në një komunikim virtual me qytetarët në rrjetet sociale të shtunën ishte mjafti ashpër ndaj Ervin Salianit, ish deputetit të çështjes së famshme Babale, njeriu të dënuar për mashtrim, i cili tashmë e quan veten të burgosur politik nga Edi Rama. Berisha ishte i drejt për drejt kur foli për lidhjet e Salianit si ai që ishte shitur gjatë kohës që ishte në burg, ku në fakt ai ka qëndruar në burgun e Firit me njerëzit e dosjes 5D, Oltion Bistrin, Pëllum Gjokën e të tjerë, ndërkohë që më pas Berisha e akuzoi për lidhje pasi ka dalë jashtë burgut edhe me Ergyes Agasin dhe Suel Çelën. Berisha theksoi edhe një fakt tjetër, një televizion po përpiqet të përdor Salianin për të rregulluar marrëdhëniet me Edi Ramën. Në fakt e vetmja media që duket të jetë më problematike në përballje me kryeministrin, por në fakt më shumë në konflikt me Ramën dhe ish zëvendës kryeministren Balluku, është televizioni News 24 i Irfan Hysembelliut. Jo pa qëllim edhe sekretari i përgjithshëm i PD-s Flamur Noka në një qendrim të tij tha se mediat e paguara nga paratë e inceneratorëve kërkojnë të ndërhyjnë në garën për kreun e PD-s. Mediat e tjera nuk duken të kenë problematika me kryeministrin apo me qeverinë. Top Channel, Klan, Vision Plus, mediat kombëtare, Report TV që është pothuajse zëri zyrtar i Partisë Socialiste, si zëri i popullit dikur, dhe shumë media, shumë të ashpra me Berishën, nuk duket të jenë në konflikt me kryeministrin Rama. Media që ka përballje me kryeministrin, e vetmja media që duket të ketë përballje me kryeministrin është News 24, por jo një përballje direkte. Betejë është më indirekte duke goditur ish zëvendës kryeministren Balluku, pas përplasjes që Irfan Hysembelliu pati me qeverinë dhe tatimet, pasi këta të fundit kërkuan që të paguante detyrimet e sigurimeve dhe borxhet e papaguara. Më pas, bizneset e Hysembelliut u kapën në evazion fiskal, kontrollet e Bira Korça ku kamionët ngarkoheshin me sasi më të mëdha se sa figuronin në fatura, gjoba hetime, kontrolle që sollën një përplasje të ashpër të Hysembelliut me qeverinë, e cila për të thënë të drejtën në këtë rast nuk ishte asnjë faj, pasi Hysembelliu kërkonte që të mos paguante taksa, të ndërtonte pa leje, të bënte çfarë të donte, pasi i mjafton që ka një media, ka një televizion dhe mund të bëjë ç'të dojë në Shqipëri. Lidhjet e Hysembelliut me Veliajn. Irfan Hysembelliu njihet edhe për lidhjet e tij të forta me kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës, Erion Veliajn, të cilin e mbështet hapur në ekranin e tij. Mjafton të ndjekësh televizionin News 24 dhe kupton se si cëron dhe bën zëdhënësin e Veliajt nga njëra anë dhe nga ana tjetër sulmon ish zëvendës kryeministren Balluku, apo edhe ish drejtorin e tatimeve për interesat e tij, ndoshta edhe me porosi nga burgu i Durrësit. Por Irfani është një mik i Veliajt dhe nuk ka kurajon të përballet direkt me Ramën, por me intrigat e vogla, sulmet prapakrave dhe goditjet poshtë brezit, duket se do të kapërcejnë problematikat që ka me Edi Ramën. Përdorimi i Salianit dhe një nga mënyrat që ka gjetur tashmë është edhe mbështetja që i jep Ervin Salianit. Në fakt ndodhi një përplasje e ashpër. Irfan Hysembelliu gjithashtu i shembën edhe një hotel pa leje në Bregdetin e Adriatikut, por ky i fundit nuk pati kur kurajon të përballej me kryeministrin Rama. Ndaj tij tha vetëm 2 fjalë, më pas u tremb dhe sulmin e mbajti tek Balluku dhe braktisi çdo njeri tjetër që akuzoi për fshir këtu edhe ta ulant ballën kreun e grupit parlamentar socialist, të cilit i tregoi edhe tavolinën e bukës. Hysembelliu kërkoi të fshihej pas gishtit, nuk ishte kurajon të përballej me Ramën. A thua se ishin Balla apo Balluku njerëzit që i kishin prishur hotelin? A thua ishte drejtori i atëhershëm i tatimeve Cenoklos, njeriu përgjegjës për atë që po i ndodhte Irfanit, kur nuk kishte bërë gjë tjetër, thjesht dhe vetëm kishte firmosur një letër drejtuar rreth gati 2000 subjekteve që duhet të paguanin detyrimet e prapambetura të sigurimeve shoqërore dhe tatimet. Por nga këta 2000 biznese doli një i çmendur si Irfani që mendonte se duke qenë pronar televizioni mund të mos i paguash taksat dhe ditë pas dite edhe sot pret që të ketë amnisti fiskale. Pra televizioni që ka probleme me qeverinë dhe që Berisha e përmendi se po përdor Ervin Salianin për t'u pajtuar dhe për të rregulluar marrëdhëniet me Ramën është News 24 dhe pronari i saj Hysembelliu. Ky i fundit gati 2 vite më parë doli me një televizion të ri, Panorama TV, që falimentoi pa filluar mirë. Në atë kohë përdori spektakolarin Alfred Peza, i cili më pas e braktisi Irfanin dhe shkoi drejt RTS-s. Irfani njihet për lidhjet e tij të forta me Ervin Salianin dhe shfrytëzimin që këtij të fundit i ka bërë në median e tij. Ekrani News 24 ka qenë në dispozicion sa të Salianit, Grida Dumës dhe njerëzve rreth tyre, duke i mbështetur fort. Tani me sa duket qëllimi i Hysembelliut është të pajtohet me Ramën që të përfitojë nga pushteti, pra të afrohet sa më shpejt amnistia, të jetë përfitues, të jepen leje ndërtimi, të vonoj apo mos paguaj taksat e tatimet. Dhe për këtë i qartazi, siç e tha Berisha, po përdor Salianin pasi ky i fundit është i shitur te grupet kriminale që mbështesin socialistët, siç akuzoi ish kryeministri. Në fakt lidhja e Salianit me Hysembelliun është e vjetër dhe tashmë skema duket e qartë.
qartë. Sipas Berishës, Agasi është njeriu që e mbështet, pra e sponsorizon edhe për aktivitetin e tij, pra për turet që Saliani ka bërë nëpër Shqipëri, pasi duhen 10 milion lekë për t'i zhvilluar këto aktivitete. Më parë kanë akuzuar se janë njerëzit e PS-s që ja mbushnin sallat dhe tani mediatikisht është Irfan Ysembelliu që ka kapur për veshë Salianin dhe po e mbështet duke sulmuar PD-n me qëllim që të pajtohet dhe të afrohet me kryeministrin Rama për interesat e tij okulte.